për të ullur në tryez është 6 duhen minimalisht. Për të marrë duhen 5 vota pra. Ja ku fati na tregoj që tashme vetë një gjyqtar ka vlerë kur vendi ti ngelet vakant. Sepse ne mund të kishim parashikime edhe më të sakta. Shiko, ata që hartuan kushtetutën kanë menduar se do vepronin në mënyrë perfekte si kronometër për plotësuar vakancat. Edhe parashikimet që ajo riportëria çdo 3 vjet këtë funksion kanë. Por realitetin shqiptar ku ne zbatojmë çdo normë ligjore është komplet ndryshe. Dhe vakanca na ka ndodhur tashmë zonja plotëson një vit që ka edhe ndorheqjen dhe vakanca nuk është plotësuar. Pse s'plotësohet? Nuk plotësohet sepse në fillim le ta themi ashtu siç është, ku vendi bëri një gafë, rihapi thirrjen duke e vendosur afatin, sikur kjo vakancë që po ishte hapur ishte për deri në 2028. Nuk ishte ashtu, sepse ishte gafa po jo duhet të jetë gafë në interpretim. Sepse i qëndruan vijës logjike të mbajtur gjatë konfliktit që ju citua 2019-2020, ku një nga shkaqet e shkarkimit ishte pikërisht për presidentin gjithmonë, ishte emërimi i gjyqtarit kushtetues i renditur i 4-ti, ndërkohë që në atë betejë kushtetuese doli si doli, ne rezultuam fitues. Dhe tashmë kur u kuptua që interpretimi ishte bërë gabim, u rihapën edhe një herë vakancat, tash i kanë shkuar, po ka edhe një organ që i zgjedh ta gjyqtarët, i verifikon, pastaj i kualifikon, pastaj i rendit me pikë dhe ja propozon organit e martesës, i cili nuk funksionon me akselerim siç duhet, me thënë të drejtën. Sidomos kur shkon drejt fundit të mandatit, është për një vit është për një vit kanë kështu shkon gjithmonë. Por fakti lejoja të cituar për mirë dhe unë po citoj prapë për mirë zonjën Tusha. Jemi këtu live dhe ta dëgjoj vetë. Jo, unë citova mirë zotin Gjoni, dhe jam i sinqert. Krahasuar me këtë që ka bërë gjykata kushtetuese. Për të rikthyer historisë, në 2020-ën, në shtator të 2020-s ne rihapëm edhe një herë thirrje të 3 organet e martesës. Gjykata e lartë, presidencë dhe kuvendi. Dhe për 3 muaj u plotësuan vendet vakante. Pra kur ka vullnet, ka shtrëngesë, ka ndjekje nga mbrapa të këtij procesi. Ka vullnet pra. Po, duket sikur Kedi, Këshilli i Mirë Drejtësi, e lë këtë proces punën plan 2. Se pranët e parë të punës ata kanë gjyqtarët ku janë, në gjykatat e apelit, gjykatën e lartë, prokurinë e përgjithshme apo prokurinë e apelit, dhe kjo del në plan 2. Ndërkohë që Kedi duhet ta ketë plan të parë plotësimin e një vakancë në gjykatë kushtetuese dhe jo plan 2 pune. E para. Dhe verifikimi, të tash vim tek gjykata e kushtetuese bëhet para, institucioni i parë që u një nga arsyet pse pengohesh ose akselerohet ecja e procesit të verifikimit të kandidatëve, do ta kujtoj se kam qenë në 5 vite anketë pjesëmarrës dhe di shumë mirë çfarë ndodh aty brenda, çfarë mund të ndodh, kur verifikuash figura e një kandidati, pyeteshin të 35 apo 52 sa për tashti zyrat e ASHK-s në rrethe. Dhe mjafton dhe një zyrë, mos kanë përgjigje që ky gjyqtar apo ky prokuror apo ky kandidat nuk ka pasuri këtu, dhe s'na ka ardhur përgjigja nga ASHK, po themi Dibër. Ndërkohë që s'ka qenë ndonjëherë në Dibër. Dhe në këtë proces na duhesh ne të investohesh Kedi dhe të bënde shkresa pas shkresas në ASHK qendrore, që të riqte veshin aty drejtori në fundor, apo të sigurimi shoqërore, apo të çdo bankë niveli 2 se këtu shkon vettingu i tyre. Edhe për të akseleruar më shpejt. Po jo që ndodhi që për 3 muaj ne e plotësuam. Nga shtator 2020 deri në 2020. Dalim tani që ka mungesë. Dalim që mos humim shumë. Ky është një historik, po jo po duhet. Duhet sepse ajo ne kemi diskutuar edhe më herë gjatë këtij viti. Gjithë nuk e di, është institucioni që u ndërtui pari, duhet ishte rindërtuar i fundit pasi ai ishte një me autoritet si institucion dhe gjykatës që kishin marrë vendime shumë të rëndësishme dhe të pa kontestueshme. Dhe kjo është më rëndësishmja, dhe në kohë u zëvendësua me ata që u zëvendësua dhe ne e kemi parë. Thjesht kur imagjinon që ish kryetari i gjykatës kushtetuese, që hapi konfliktin me mazhorancën, me pushtetin legislativ, jo me mazhorancën, për çështjen e mandatit një deputete, sot shkon kërkon punë qeveri. Që këtu fillon dhe mbaron filmi. Pra, këtu tregon se çfarë integriteti kanë pasur. Gjyqtari kushtetues në kohën të fundit, gjyqtari kushtetues në vlerësimin tim do të jetë fundi i karrierës së tij. Dhe mbas ti mund të jetë maksimumi presidenti i Republikës. Maksimumi presidenti i Republikës. Nuk mund të rikthehet në gjykatë apeli apo jurist apo të marrë çantën avokat. Kemi pas kryeminist 30 vjeç. Kështu që është fati jon, po që në vlerësimin tim gjykata e kushtetues do të ketë mbaruar të gjitha hallet e shtëpisë. Pas asaj minimumi ambasador diku në një vend. Për ambasadorët, sistem diplomatik, që duhet të jetë fundi i rrugës. Fundi i rrugës. Tani këtu vinë nga rruga dhe futen ambasador pa asnjë ditë ministrit të jashtëm. Jo, këtu po futen gjykatë kushtetuese, se për ministrin e jashtëm pastaj ne e dim. Vedi, që ta nisim debatin.